Jemi këtyre sërish në studio, do ndalemi pak tek libra, padyshim është e premte dhe padyshim duhemi pak më të relaksuar dhe unë kam në dorë Kristali dhe Betejë me emojit nga Albana Nexhipi Lekaj, një botim ky i dyti i këtij lloji, sepse më parë Albana kishte sjellë dhe Kristali dhe interneti çudi madh, pra këto janë dy botimet, ky është vëllimi i dytë. Dhe Albana Nexhipin, unë kështu e njoh, padyshim me Lekaj me emri i bashkëshortit, por Albana unë kam studio, e kam një kolege të vjetër, Albana kënaqësi të kem studio, gjithmonë kënaqësi kur jam me ty. Kënaqësi shumë e madhe dhe të falenderoj që më ke thirrur për librat dhe jo për temë politike. Kjo është kryesore, librat janë gjë më e bukur, domethënë. Më mirë me librat sesa me zhvillimet e tjera. Unë besoj në fakt se duhet merremi më shumë me librat thimi. Se na bën shoqëri më të mirë. Pikërisht pra, dhe shoqëri më të mençur. Themi te librat që mos të Vëllimi i dytë, pse? Pse ishe domosdoshëm vijimi i këtij vëllimi të dytë? Do të ketë edhe një vëllim të tretë, në fakt, sepse tematika kryesore e dy librave të mi, Kristali dhe Betejë me Kristali dhe interneti çudi i madh dhe Kristali dhe Betejë me emojit, ka në fokus problematikat bashkëkohore të fëmijëve. Pra marrëdhënien e tyre me internetin dhe marrëdhënien e tyre me gjuhën shqipe. Fëmijët i ke të rritur besoj dhe do flasim me gjuhën shqipe, dhe kemi dhe fjalorin po. Dhe di që shumë mirë fëmijët sot thimi nuk përdorin një gjuhë shqipe të pastër për shumë motive. Motivi i parë është se ka shumë ndikime nga po themon nga interneti. E dyta është që gjuha është tharë shumë, pra kemi një gjuhë e cila për hir të internetit ka humbur atë dimensionin e vet, po themu letrar dhe shumë fjalë kanë dalë nga qarkullimi, dhe e treta përdorin edhe emojit. Emotikonët, tash unë kam pasur një problem shumë. Okej, se këtë doja thoya se nga që do flasim edhe për fjalorin e madh gjuhë shqipe, tani emojit. Pse ky term? Atëherë, ikonat, surratkat në shqip janë surrat. Po prap surrat e kemi nuk është shqip, është e importuar, bravo, fytyrkat. Problemi është që si e njohin fëmijët sot atë ikonën. Unë doja ta vija në fillim emotikonët, sepse është si më thënë figura bashkë me emërtimin, kështu njihet në të gjithë botën. Ndërkohë që më thonë që fëmijët nuk e njohin emotikonën. Fëmijët e njohin emojë, nga fjala emojë sikur më gërryen. Mirë po, si të shkoj unë tek fëmijët, pra si ta kuptoj ai përse bën fjalë tematika. Dhe në këtë rast, që të talit pak me fjalorin, por ne do kthehemi. Do flasim me emrin tek të librit, Gjuha shqipe e njeh këtë rregull. Që ti mbart objektin, fenomenin, konceptin bashkë me fjalën përkatëse. Pra ti nuk je i kushtëzuar ta përkthesh, sepse ajo do kohë që ti gjesh një gjegjse përkundër rregullave në fuqi të gjuhës. E tillë është emoji. Nuk hyn tek fjalët, po themun huazimet pa kuptim. Abandonoj. Mos ma kujto atë abandonoj. E kemi pjesën e dytë. Çfarë bën Kristali në këtë episod të dytë? Më trego pak. Jo pa i zbuluar gjitha. Kristali vazhdon të jetë një fëmijë që do të shprehet, të ketë mundësi të komunikojë, të ketë mundësi të ndërveprojë me fjalën, mirë po haset në një problematik shumë të madhe. Shokët dhe shoqet e Kristalit kanë që vetëm emojit, u bien muhabeteve shkurt, dhe 1, 2, 3, 4, 5 fjalë përdorin nga një fjalë anglisht. Dhe Kristali këtu e ndjen, sepse ka një bllokim që nuk mund, mirë po çështja është që shokët, kur kjo fillon flet gjatë, nuk ja zgjasin shumë. I nisin ndonjë turiçk edhe mbyllin muhabetin, dhe Kristali vret mendjen tani, si unë, ti bëj shokët që të përpiqen të flasin me fjali të qarta, të pastra, të bukura, pra të flasim normalisht pa këto shkurtimet që kanë pushtuar brezin sot. Dhe ajo i arrin në fakt, thimi duke gjetur një, unë po e quaj loj, por ajo është një hile më mençurake se sa fjala loj. Ajo zgjedh disa fjalë, po themu shumë të vjetra të shqipes nga fjalori shqip-shqip, dhe çfarë bën? Krijon nga një gjagjës me to. Dhe duke i vënë shokët që të gjejnë gjagjëzat, ajo arrin që t'ju mësoj përmes lojës atyre edhe disa, po themun edhe disa fjalë që thuaj se kanë dalë nga leksiku i shqipes. Tani, cilat janë gjagjëza, cilat janë kuicet, si arrin ajo këtë, a janë ato nuk duaj që t'i zbuloj, por do të thosha një, unë jo më kohë shkruaj me këtë tematikë. Shumë mirë. Janë shumë prindër që përballen me problematikën e internetit
dhe që kanë dëshirë që fëmijët e tyre të fokusohen, jo vetëm prindrit, po dhe mësuesit e ndjenjë këtë problematik. Unë do t'i sugjeroja, jo se janë libret e mi, po sepse tematika është bashkohore, që t'i bashkëndajnë me njëri tjetrin dhe me fëmijët e tyre, në mënyrë sepse nuk është kollaj me një herë fëmija ta mësoj, por të paktën t'i shkoj ideja që, mund ta bëjmë dhe kështu këtë punë. E kupton? Pra të ketë një ide tjetër përveç gjuhës së thatë edhe të varfër të kohës në të cilën jetoj. Alban, kritiku i parë që është për librat e tu është vajza jote. Dhe më trego pak si ka reaguar vajza pas vëllimit dytë. Asaj pëlqejnë shumë kuicet dhe kritika e vetme ishte ma pse nuk vure më tepër kuice, më tepër fjalë. Ajo ka mësuar ato fjalë të reja tani dhe unë qesh, sepse përveç se ka mësuar variantin e vjetër, di dhe variantin se si përdoren sot. Por shpresoj që tek i tretit ja plotësoj dëshirën, ndoshta më tepër, sepse kjo krijimi kuiceve, krijimi gjëzave, krijimi po themuni i poemave të shkurtra nuk është kaq i thjesht për autorin, do një kohë goxha të madhe. Kështu që droja plotësoj tek vëllimi i tretë. Besoj se me 3 unë do ta mbyll këtë cikël dhe them se kam kapur pikat kryesore të shqetësimeve të prindërve, të cilët përmes letërsisë mund të shkojnë te fëmijët me një mesazh. Më trego pak reagimet e prindërve. Miqve të tu që ja ke dhënë, edhe unë e kam marrë dhe lexoj këtë libër pak ditë më parë dhe lexoj dhe do të jap dhe unë reagimin tim, por më thuhet atyre që kanë lexuar dhe çfarë ka. Atëherë, betejën me emoxhët, për hir se ka më tepër, po them lojë për fëmijët, fëmijët edhe prindrit e duan më shumë. Unë jam më larg se sa para disa ditësh isha tek Adrioni dhe më thonë që ky pëlqejet më shumë se ky sa ka dalë, këtë panajer ka dalë. Dhe atë kanë filluar, nga që është bërë një promovim dhe tematika është interesante, ka filluar të eci në maj, në mas edhe kristal njëshi. Për emoxhët, më thuaj pak, prindrit çfarë thonë, miqtë e tu që e ka dhënë ose ka marrë për të lexuar çfarë? Unë nuk pyes prindrit, unë nëse ti do, unë kam telefonin të tregoj reagimin e një fëmije. Okej. Dhe ai thotë, po ai ishte një libër shumë i bukur sepse se çfarë bëjnë emoxhët aty? Emoxhët i kërcënojnë fëmijët. Pra aty ka një intrigë shumë të fortë, janë emoxhët që duan të bëjnë emoxhërin, mbretërinë e emoxhëve ku gjithçka na kthen në prehistori dhe ne komunikojmë me shenja, është dhe kristali e cila e di që fjala na ka çuar shumë lart në zhvillim, pra përmes abstragimit, neve jemi bërë këta që jemi sot, shoqëria është zhvilluar. Dhe aty është një intrigë dhe një betejë shumë e fortë në fakt. Kështu që unë them me timen që të dyja librat kanë një mesazh shumë të fortë. Do të them dhe një gjë tjetër se po shoh me vëmendje figurën Fimi. Të emoxhit, po. Të emoxhit. Ne si të rritur i mendojmë gjërat e mëdhaja. Dhe unë në fillim aty kisha vënë atë emoxhin që është me inat, pra krye emoxhin. Krye emoxhin që kërcënon. Sepse unë kam një kollare që kam emoxhi, duhet e kisha vënë sot, kështu që po kisha vënë disa ditë më parë, kështu që më shpëtoi. Unë aty kisha vënë krye emoxhin që kërcënon fëmijët që do t'u zhduk i gjuhën fare. Si e rritur për të përcjellë mesazhin, ndërkohë që kam pyetur mbi 10 fëmijë